Isha vetëm 12 vjeç kur gjithçka ndryshoi. Pas divorcit të prindërve, njerka ime vendosi një mur midis meje dhe nënës sime biologjike. Çdo thirrje, çdo mesazh, çdo përpjekje për të parë nënën u kthye në një përplasje të ashpër. Ajo më izoloi nga njerëzit që doja më shumë në botë. Ndërsa rritesha, ndjeva një boshllëk që nuk mund ta përshkruaja me fjalë. Dhe një zemër të mbushur me zemërim, trishtim dhe frikë. Kjo është historia e luftës time për të thyer zinxhirët e izolimit dhe për të rikthyer lidhjen me nënën time. Pas divorcit të prindërve, bota ime u shpërb si një puzle pa copa. Babai im nuk ishte më pjesë e përditshmërisë time. Dhe njerka e time njëherë u bë figura dominante që kontrollonte gjithçka. Në fillim nuk kuptoja pse ndodhnin gjërat që ndodhnin. Njerka ime, e cila gjithmonë duke e qetë dhe e përulur në publik. Në shtëpi ishte një tjetër person autoritare, kontrolluese dhe vendosur të vendoste rregulla pa asnjë kompromis. Rregulla e parë e saj ishte e qartë. Çdo kontakt me nënën time biologjike ishte ndaluar. Fillimisht më thanë se ishte për të më mbrojtur, por shpejt kuptova se nuk ishte thjesht për sigurinë time. Ishte një lojë pushteti. Ajo vendosi për mua, pa më pyetur. Çdo telefonat u monitorua. Çdo mesazh u lexua dhe ndonjëherë fshihej para se unë të kisha mundësi t'i dërgoja. Ndoshta për shumë njerëz kjo mund të duket e çuditshme. Si mund të ndalohet një fëmijë të takohet me nënën e tij? Por kjo ishte realiteti im. Në fillim provova të bindja njerëkën me fjalë të thjeshta. Vëlla i vogël, dua ta shoh nënën time. Vetëm për një kafe ose një takim të shkurtër. Përgjigjja ishte gjithmonë e njëjtë. Një refuzim i ftohtë, shpesh i shoqëruar me fjalë që më bënin të ndihesha fajtore. Nuk është e sigurt për ty. Kjo nuk është ajo që do të bëj për ty. Por asnjëherë nuk e shpjegoi pse nuk ishte e sigurt. Nuk kishte arsye të vërtetë. Ishte thjesht një mur, një barrierë që nuk mund ta kaloja. Me kalimin e kohës, fillova të ndjej një zemërim të fshehtë dhe një trishtim të thellë. Shokët e mi shpesh flisnin për nënat e tyre, për ditët që kalonin së bashku, për bisedat që kishin. Unë nuk kisha atë luks. Çdo përpjekje për të folur me nënën time u kthye në një dështim të hidhur, por zemra ime nuk pranoi të dorëzohej. U bëra mjeshtër i fshehtësisë. Fillova të gjej mënyra për të komunikuar pa u kapur. Letra të fshehura, mesazhe të shkurtra të dërguara përmes miqve të besuar. Thirrje të shkurtra kur njerka nuk ishte në shtëpi. Çdo sukses i vogël më jepte një ndjesë triumfi. Por gjithmonë vinte pas një frike të madhe se ajo mund ta zbulonte. Njëherë, ajo gjeti një nga letrat dhe reagimi i saj ishte i tmerrshëm. Ishte një përzierje mes urrëties dhe kontrollit të verbër. Kjo nuk do të ndodhë më kurrë. Nëse e provon përsëri, do të ketë pasoja. Por çdo kërcënim vetëm sa më bëri më të vendosur. Ndonjëherë gjatë natës, ulesha në dritaren e dhomës sime dhe shikoja yjet, duke menduar për nënën time. Më dukej se çdo dritë e largët në qiell ishte një shenjë shprese. Ishte një kujtesë që nuk isha i vetëm. Edhe pse njerka mund të kishte mbajtur trupin tim në një shtëpi të mbyllur, ajo nuk mund të ndalonte zemrën time të dëshironte të ishte me nënën time. Në atë periudhë, shkolla u bë një streh. Mësuesit dhe miqt shpesh më vëzhgonin me shqetësim, duke vënë re ndryshimet në sjelljen time. Ndonjëherë isha i qetë dhe i përqendruar, por shpesh më kapte një trishtim i pashpjegueshëm. Nuk mund të tregoja pse. Në moshën time, kishte një mungesë të thellë të kuptimit të drejtë dhe gabuarit që bëja. Megjithatë, ndjeva që duhej të gjeja mënyra për të kapërcyer këtë barrierë. Fillova të dokumentoja gjithçka. Çdo mesazh të bllokuar, çdo thirrje të penguar, çdo reagim të njerëkës. Ishte si një ditar i heshtur i luftës time. Në faqet e tij, çdo fjalë kishte dhimbje dhe shpresë të fshehur. Shkrova ndjesitë e mia, frikën dhe dëshirën për të parë nënën time. Ky proces i shkruar më ndihmoi të kuptoja se nuk ishte gabim që dëshiroja atë lidhje. Nuk ishte gabuar që doja ta shihja nënën time. Përkundrazi, ishte pjesë e natyrshme e dashurisë së fëmijës për nënën. Rikthimi i kontaktit nuk ishte i lehtë. Duhej të mësoja taktika të reja, të kuptoja lëvizjet e njerëkës dhe të planifikoja secilin hap me kujdes. Secili takim i fshehtë me nënën ishte një triumf i vogël, por një kërcënim gjithashtu. Një gabim i vetëm mund të shkatëronte gjithçka. Kjo gjë më mësoi durim, vendosmëri dhe strategji, aftësi që nuk i dija se mund t'i zotëroja në atë moshë. Por më rëndësishmja ishte se çdo përpjekje më bëri të kuptoja forcën e lidhjes së nënës dhe fëmijës. Pavarësisht barrierave, pavarësisht kontrollit, dashuria nuk mund të mbahet nën kontroll.
Ajo ishte një mësim i hidhur dhe i çmuar që do të shoqëronte gjithë jetën time. Përballja dhe strategjit. Kur arrita në moshën 14-15 vjeç, diçka brenda meje ndryshoi. Nuk mundja më të përballoja izolimin dhe ndalimin që Njerka kishte vendosur. Çdo përpjekje e fshehtë për të komunikuar me nënën tani kërkonte strategji më të sofistikuara. Nuk mundja të dërgoja thjesht letra ose mesazhe përmes miqve, sepse ajo gjithmonë i zbulonte. Ishte koha për të bërë një plan të qartë, por i fshehtë dhe për ta zbatuar me kujdes. Hapi i parë ishte të kuptoja motivet e saj. Njerka ime nuk e bënte këtë vetëm për sigurinë time. Ajo kishte frikë të humbiste kontrollin. Çdo takim me nënën time biologjike ishte një kërcënim për autoritetin e saj. Kjo e bënte situatën më të vështirë, sepse nuk ishte thjesht një çështje dashurie familjare. Ishte një lojë pushteti ku unë isha pika më e dobët. Fillova të mbledh informacione. Kur ajo shkonte në punë, kur dilte për shëtitje, çdo detaj i vogël që mund të më ndihmonte të organizoja një takim të fshehtë. Ishte një lojë e kujdesshme, ku çdo hap i gabuar mund të shpërbënte gjithë mundin tim. Një ditë, pasi e pash nënën time në një kafene të largët, i shkrova një mesazh të fshehtë me fjalë koduara që vetëm ajo mund t'i kuptonte. Takimi ishte i shkurtër, por emocionet ishin të mëdha lot, përqafime dhe një ndjenjë që nuk mund ta shpjegoja me fjalë. Por këto fitore të vogla ishin gjithmonë të pasigurta. Njerka shpesh përpiqej t'i pengonte dhe të më bënte të ndihesha fajtor. Nëse e dashuron veten dhe familjen, do të ndalosh këtë marrëdhënie, më thoshte ajo me një ton kërcënues. Por unë kisha mësuar tashmë se dashuria nuk mund të mbahej nën kontroll. Sa më shumë përpiqej të më ndalte, aq më shumë ndiqja rrugën për të rigjetur nënën time. Një moment vendimtar erdhi kur vendosa të kërkoja ndihmë nga dikush jashtë familjes. Një mësuese e besueshme që më njihte mirë. I tregova situatën dhe ajo më dha një këshill që do të ndryshonte gjithçka. Duhet të dokumentosh çdo përpjekje dhe çdo pengesë. Nëse gjithçka është e qartë dhe e provuar, do të kesh një mundësi për të fituar të drejtën tënde. Kjo më mësoi rëndësinë e të pasurit prova dhe mbështetje jashtë familjes. Fillova të mbledh çdo mesazh, çdo bllokim thirrjeje, çdo reagim të Njerkës. Secili dokument ishte një copëz e fuqisë sime. Kjo nuk ishte më vetëm një luftë personale. Ishte një betejë ligjore dhe morale për të mbrojtur të drejtën time për të qenë me nënën. Kur mbusha 16 vjeç, ndodhi përballja më e madhe. Njerka kishte vendosur të organizonte një udhëtim të gjatë me mua, duke synuar ta përdorte si një mënyrë për të më mbajtur larg nënës sime. Por këtë herë isha gati. I tregova se do të takoja nënën time pavarësisht gjithçkaje dhe se nuk do ta lejoja më të më ndalonte. Ishte një moment tensioni jashtëzakonshëm, sytë e saj ishin të ftohtë, fytyra e shtrënguar. Por nuk kishte asnjë kërcënim që mund të ndalte vendosmërinë time. Ai takim ishte triumfi i parë i madh. Ishte më shumë se një përqafim. Ishte një deklaratë që unë kisha të drejtë të kisha marrëdhënie me nënën time. Nga aty, çdo hap tjetër u bë më i lehtë. Përdora mbështetjen e mësuesve, të miqve dhe dokumentacionin që kisha mbledhur për të treguar se çdo përpjekje e Njerkës për të më izoluar ishte e padrejtë. Me kohën, barriera filloi të zbehej dhe marrëdhënia me nënën time u forcuar më shumë se kurrë. Kjo periudhë më mësoi se fuqia e dashurisë dhe vendosmërisë nuk mund të ndalet. Lufta ime nuk ishte vetëm për të parë nënën time. Ishte për të mbrojtur të drejtën e çdo fëmije për të pasur lidhje të dashura me prindërit e tij. Çdo moment frike dhe zemërimi ishte pjesë e një mësimi jetësor që më shoqëron akoma sot. Ripajtimi dhe reflektimi. Pas viteve të luftës së heshtur dhe përpjekjeve të fshehta, arrita të rikthej një lidhje të qëndrueshme me nënën time. Kur mbusha 17 vjeç, Njerka më kuptoi që çdo përpjekje për të më izoluar ishte e kotë. Nuk mund të ndalte dot atë që ishte më rëndësishme për mua, dashurinë për nënën. Ajo filloi të zvogëloj pengesat dhe takimet u bën më të shpeshta dhe më të qeta. Ripajtimi nuk ndodhi menjëherë. Ishte një proces i ngadalt, ku secila palë duhet të mësonte të besonte sërish. Por çdo takim, çdo bisedë, çdo përqafim me nënën biologjike më rikthente një pjesë të vetvetes që kisha humbur. Kujtimet e kohës së fëmijërisë, që ishin thjesht imazhe të largëta, filluan të rigjallërohen. Ishte sikur një vrim në zemër po mbushej ngadalë me ngrohtësi dhe siguri. Gjatë kësaj periudhe, mësova shumë për fuqinë e durimit, vendosmërisë dhe qëndrueshmërisë. Mësova se izolimi fizik mund të ekzistojë, por lidhjet emocionale nuk mund të thyhen lehtë. Çdo pengesë që përballova më bëri më të fortë dhe më të vetëdijshëm për të drejtat e mia dhe rëndësinë e familjes.
Një mësim tjetër që nxora ishte se njerëzit nuk janë gjithmonë si duken. Njerka ime kishte qenë figura më e frikshme në botën time. Por në të njëjtën kohë, përvoja më mësoi edhe se konfliktet mund të menaxhohen me vendosmëri, durim dhe planifikim. Nuk është gjithmonë nevoja për përballje brutale. Ndonjëherë strategjia, kujdesi dhe qetësia sjellin rezultate më të mira. Sot, marrëdhënia ime me nënën është e fortë dhe e pasur. Nuk e harroj kurrë vitet e vështira që më lan plag, por gjithashtu nuk i mohoj triumfet që arrita. Historia ime nuk është vetëm një rrëfim personal. Është një mesazh për çdo fëmijë që ndjehet i ndarë nga një prind. Dashuria nuk mund të mbahet nën kontroll dhe vendosmëria për të mbrojtur atë lidhje është e vlefshme. Në fund, ajo që filloi si një luftë për të thyer barrierat, u bë një mësim i madh mbi jetën. Se fuqia për të ruajtur lidhjet e dashurisë dhe për të luftuar për të drejtën e vet është më e madhe se çdo pengesë. Çdo përpjekje, çdo lot, çdo frikë dhe çdo triumf u bën pjesë e historisë sime. Një histori që tregon se dashuria nuk mund të ndalet dhe asnjë mur nuk është i paarritshëm kur zemra është e vendosur.